Problemet të pretenduara teknike në sistemin online të ILDK-PKI-s çuan në pezullimin e procesit për zgjedhjen e një antari të ri në gjykatën kushtetuese pas dorëheqjes së gjyqtares Elsa Toska. 3 kandidat nuk arritën të dorëzonin deklaratat e pasurive për shkak të këtyre pengesave, duke humbur afatin ligjor 15 ditor, që u përdor nga kreu i KED-s Sokol Sadushi për të anulluar procesin. Këto probleme teknike që po përsëriten prej vitesh përdoren si justifikim për të justifikuar transparencën mbi pasuritë e zyrtarëve. ILDK-PKI ka refuzuar të jap medias përfshirë BoardNews.al deklaratat e pasurive të disa zyrtarëve përfshirë prokuror të SPAK, edhe pas ankesave te komisioneri për informim, situata mbeti e pandryshuar. Justifikimet për mos publikimin e të dhënave kanë përfshirë sulme kibernetike, inspektime apo mirëmbajtje të sistemit. Ndërkohë sistemi elektronik i krijuar me mbi 500.000 euro nga Bashkimi Evropian dhe USAID, i promovuar në vitin 2018 për të arritur transparencën, është kthyer në një instrument bllokues. Raporti ILDK-PKI-s për 2024 përmend vetëm 23 referime penale, një prej të cilave në SPAK, por nuk jep akoma emër. Pjesa më e madhe e kallëzimeve lidhen me vullnesën e deklarimit dhe jo me fshehjen e pasurisë. Ndërkohë transparenca ka munguar dhe për shkak të mos funksionimit të vazhdueshëm të sistemit elektronik, i cili duhet të ishte funksional që në vitin 2020. Vetëm vitet e fundit janë rikthyer deklarimet, por pa publikime të plota. Kjo situatë ka bërë që Shqipëria të paraqitet si një vend me politikanë të paprekshëm nga kontrolli.